Tuneli Llogaras do të rihapet këtë dështun, duke shkurtuar rrugën drejt jugut të vendit përgjatë sezonit veror. Zvendës kryeministrja Belinda Balluku, njëherëshe ministra e infrastrukturës, njofton se hyrja në tunel do të jetë pa pagesë deri në 15 shtator. Duke nisur nga nesër 24 maj, hapet për qarkullimin e automjeteve tuneli Llogaras, vepra që shkurton distancën nga Bregdeti të Jugut dhe që i shërben sezonit turistik. Pa pagesë deri më 15 shtator, ndalohet kalimi vetëm për mjetet e tonazhit të rënd, është shprehur Balluku. Me një gjatësi prej 5.9 kilometrash, ky tunel shkurton ndjeshëm kohën e udhëtimit drejt Bregdetit të Jugut, distancë nga Ducati në Palas, që bëri dje për 30 minuta, tani qytetarët do ta përshkrojnë atë vetëm për 7 minuta. Tuneli Llogaras përbëhet nga 2 tunele, tuneli kryesor dhe ai i emergjencës. Si tunel kryesor, ashtu dhe ai i emergjencës ka 11 tunele lidhëse me njëri tjetrin në të gjithë gjatësinë e tyre. Në tunelin e Llogaras mund të vozditet me shpejtësi rreth 80 km/h.